Ja, pra, sot jena prap në sheshin e Prishtinës dhe I pyesim qytetarët se a e festojnë Halloweenin dhe çfarë kostumi do e bajnë për Halloween. A e festoni Halloweenin? Jo, se festona. Se festoni? Çka më thënë më është keq apo mirë Halloweeni? Keq. S'është mirë. Po. Shëndetje. A e festoni Halloweenin? Jo. Halloweenin? Jo. Si ta mërmendja, krejt bota e feston, ti thu që nuk e festoj, a është mirë apo keq? Po gjithkush vendos për vetë. Faleminderit. Bravo. Përshëndetje, a e festoni Halloweenin? Jo. Se festoni. Përshëndetje, si jeni? A e festoni Halloweenin? Halloweeni? Po. Tash nuk e festoj mo, Nuk e festoni se më. janë rritë fëmija. Janë rritë Po, fëmija. tash nuk shkoj mo. Po tash edhe të rriturit për festojnë, çdo klub në Prishtinë, në Shqipëri, ku ka Shqipëfolk, gjithë bota, bën party për Halloween, sepse është nata e maskave, nuk do të thotë që është keq ose njerëzit që ikin para kamerave, se nuk do të thonë një shpjegim për këtë lloj gjëje. Sipas mendimit tënd, është mirë me festu Halloweenin apo jo? Që për Halloweeni neve në ka artu në bas luftës. Më thonë, është fest, sa mbaj mend, sa di une, është Meksikanët për s'pare herë kanë festu, e atë në Amerikë. është nata kur ata I përkujtojnë të vdekurit. Për këtë është pak si e frikshme, si fest që bë. Dhe ne nuk kemi pas tradit të përpara, edhe se kena di që kjo fest edhe ekziston. Tash pas luftës, me ardhen e demokracisë amerikane, neve në erdhen edhe shumë festa tjera dhe shumë vetit mira edhe të këshia. Kupton? Dhe njëra për atyme ka ardhur tash edhe kjo Halloweeni. Dhe ne si familje, të jetu në Prishtinë, kur organizojshin këto festat në për qendra tregtare, shkoshim edhe na I festojshim. Do të thonë, jo që kena festu si fest fetare, ose kombëtare, ose po fish për shkak se fëmijëve u bëshin maska, dhe kështu edhe ju do këtë interesant. Edhe na ashtu edhe vazhdojmë ta mendojmë, kjo nuk ka lidhje me fe. Se nuk është fest festare, as kombëtare, as është një fest në cila mund ta festosh ose jo. Tash fëmijët më kanë rritë, nuk na duket neve interesant me shku në Albi për shkak ku bëhet organizimi se janë tritur krejt. Po. A e feston ti? Halloween? Po. A do të bësh me maskë për Halloween, sepse me datën 30 gjithë klubet e Prishtinës kanë organizu neje me maska. A do të jesh pjesë edhe ti e këtyre neje? Unë do jam pjesë e festimet që I bojna në fakultet, me shoqërinë time, diçka thjeshtë dhe veç. Për Halloween, do me thonë. Po. Cila është kostumi ju I preferuar që do e bësh për Halloween, edhe pse nashti shoqet nuk do të kopjojnë ose nuk do të asirin, nashti është ekskluziv, po bëne për neve. Jo, nuk e kam atë problem fare. Zakonisht gjithmonë në prisje e vogël për Halloween, gjithmonë kam tentu më bëna e princesh ose diçka e bukur, pavarësisht asaj, kështu që edhe kësaj here diçka nështë ma shumë black ose në make-up interesant, po jo diçka... Okej, ku keni me festu ju? Në cilin vend? Lokacioni po me interesant. Hapësirat e fakultetet. A e festoni Halloweenin? Po, kena me dalë. A e festoni Halloweenin? Jo, se Nuk e s'është festa jona. Halloweenin? Halloween. Jo. Se festoni. Okej? Do më thonë s'doni me festu hiç as ti? Se dhe shi. Okej? Spjegoja? Festar dy Halloween. No. Asë Përshëndetje, a e festoni Halloweenin? Jo. Se festoni? Okej, kalofshi mirë. Gjithë Prishtina ka organizu nej, e kërkush nuk e feston. Nuk e di pse janë bërë këto organizime pra. A e festoni Halloweenin? Ja, Nuk e se festoni. festoj ja kolliq. E po të lyp fëmija yt për me festu Halloweenin, çaj kishe? Po e kena kallzu fëmija me kokë që nuk është festa jonë dhe nuk kërkojnë kurrë. A e festoni Halloweenin? Jo. Se festoni? Jo. Çdo klub në Prishtinë ka fest për Halloween, s'do të dilni gjatë javës tjetër. Dalja ma jo për Halloween. Po nëse një vend ka organizim për Halloween, çati nuk je. Jo. S'dal Okej. qatë dit, po thonë Çat mbrëmje. dit nuk del, okej. A e festoni Halloweenin? Jo, nuk na pëlqen. Nuk e pëlqen. Jo. A kime dalë për Halloween në klubet e Prishtinës ku kanë organizu krejt neje për Halloween? Jo, nuk dalë, s'm pëlqen kjo fest. Do me thonë s'kime dalë, qatë ditë s'kime Jo. dalë.
Okej, faleminderit, nuk del, s'ka me dal, si pëlqen festa, çka mi thonë tjetër sen? Edhe njerëzit e televizionit, pi takojnë aqton, shumë shef mas kamera, e përcjell edhe Ja, çfarë. dhe me thonë, s'kemi festu edhe. Ja, se E pse po ik pi kamerës kur ti punon televizion? Po, unë punoj se unë veç gjiroj, unë punë e kom veç me gjirus. Dhe me thonë, nuk del. Ja, çfarë. E nëse unë ty të tha me marrë kamerën tash edhe kamermanin të E marrë në kamerën, a me dalë zda. Jo, mos e merë. Festoni Halloweenin? A e festoni Halloweenin? Ja. Se festoni? Ja. A e festoni Halloweenin? Qa me thonë? Pa e feston ose feston? Ka njerë, po ka njerë. Ta zemrën. Nalo veç pak. Atë lejon familja me dalë, mu vizatu, kostume me ble, apo jo? Ti qa kime bo për Halloween? Unë e vesh një moskë Një mas. edhe kujgjë tjetër. A ki mu kanë ma i miri? Na, shta, si Ki dhjetë. organizu nej me shok, me dalë dikon? Po me shok. Me shok. A e festoni Halloweenin? Jo. Se festoni. Po, në Prishtinë kanë organizu çdo klub, ka organizu neje për Halloween. A do delsh ti në qato klube? Nuk besoj. Ti se festoni Halloweenin? Bravo, për shoku e tha për... Nashta mujna me dalë kështu... E në mbramje që ka mbramje për Halloween. Çdo klub ka organizu mbramje për Halloween. A hintin qato klube? Po, me i po, ama jo ashtu... Po tash e kanë bo hosterat e dera, kanë më të vizatu diçka në fytyrë. A e kishe leju ti? Pa, për një knatësi, pse jo? Vizatim, a e kishe leju? Po. E kishe leju?